Vllaznia ka arritur një fitore mjaft e rëndësishme në sfidën e parë të turit të parë të Conference League, edhe pse besuan gol që nesër nga Malisheva e Kosovës, ku Qipërit barazuan në fundin e pjesës së parë me Qaton, ndërkohë në dytën Musa kaloi në avantazh Shkodranet, duke marrë një fitore 2-1. Me një gol nga kornja, duhet ishim më të kujdesshëm aty. Normalisht Malisheva filloi më mirë se na ndeshën. Ne ishim pak nervoz, nuk ishim qartë. E kuptoj edhe fillimin e lojës, sepse nga kërkesa këta ditë ka kanë molle, sidomos psikologjike, punosh një muaj me mënyrë tjetër lojet, me lojtarë tjerë në fushë dhe të lush ashtu siç luajmë sot. Për mua është arritje, për gëzoj djemë sepse ka njëtu me stres deri në sekondën e fundit para ndeshjes. Ma shumë më pëlqej fitoria, kurse ajo që më pëlqej është që mu do të më shënu gol tjetër, do shim të ishim më pragmatista, do shim ta mbyllshim ndeshjen sepse me një lojtar më pak nuk luajt me ashtu siç duhet, bides lam hapësinë edhe në mbrojtje gjë që mund të ndëshkoshim. Kështu që kjo është ajo që më pëlqen. Just congratulations urime to Vllaznia. Sport urime Vllaznis. If you score 2 goals and you win, you deserve. Nëse ke shënuar 2 gola dhe ke fituar, e ke merituar. But still in these 90 minutes was full of passion, desire. Këta 90 minuta kanë në shumë pasion, dëshirë. A lot of positive situations, actions. Shumë situata pozitive me aksione. Unfortunately, also some situations where we can solve better. Fatkeqësisht disa situata ku kena mujt na shta mi zgjidh më mirë. And a striking point was definitely the red card when we consider the second goal. Te rasti kartonit të koç kur e kena marrë gollin e dytë. And for me, we played in the second half with one less better. We had the confidence to go also to second goal. Unfortunately, we didn't score. Për mua pjesën e dytë, mas kartonit që kemi marrë një lojtar më pak, kemi pas një paraqitje të mirë, një lojë të mirë. And for me, it's a balanced situation. We can win in home. And then we can pass around. Për mua është një situatë e balancuar që mujna me fitu në shtëpi edhe mujna me kalu tutje. Lojtari i ndeshjes u shpall Emiliano Musa. Është kënaqësi që fituam rreth parë, që nisëm mbar me këmbën e mbar sezonin e ri dhe është ndeshje mjaft e rëndësishme. Kupat e Evropës për Vllaznin që ta kalojnë te tur. Pastaj goli është një kënaqësi personale, por edhe që ndihmova ekipin. Të them drejtën, unë jam ndjer mjaft mirë. Unë kam luajtur shpesh herë si kundërshtar në Shkodër, është një stadium mjaft i vështirë, tempulli i futbollit shqiptar. Tani është kënaqësi që luaj për Vllaznin dhe mundohem me paraqitjet e mia të bëj sadopak të lumtur tifozët Shkodra. Sfida e kthimit do të luhet të mërkurën dhe Vllaznia synon kualifikimin në turën e dytë të këtij kompeticioni.